X6 2016 është e bome komplet me luk M dhe me luk original M, po vetë është 30 CD, 3000 naft, përpara nga që është me lukun M, ka parakolbin e M6-s, grilin e ka të zezë, kamerën para 360 gradë, sensor të parkimit, fener t'i ka LED inteligent, është komplet të pjesë të kromit t'i ka të zeza, shumë e bukur edhe këto bordurat t'i ka si t'mës. Disi t'i ka si t'mës competition, X6 me competition, 20 që edhe gomat t'i ka në gjendje shumë mirë. Kamera pa kolbin e mës, me këto kokat e marmitave Akrapovic, difuzorin e vetë, kamerën mrapa, shumë e bukur, shumë agresive duket në pamje, shumë e pastër, shumë gjendje të mirë, s'ka si lloj gjoje, është majt përmera. Ky është motori 3000 naft 6 pistonsh në 57, ka 258 kuaj fuqi edhe 560 Nm tork, kamerën ka me 8 marshe ZF8P. Shumë motori mirë, ecën sa dush, plus nuk është harxho shumë, sidomos për gjithë këtë makinë. Me dash pastaj mi bona stage ka direkt një 300-320 kuaj, kollaj fare, por kjo është stok. Çdo shërbim me ka të bëm kohë, super gjendje, s'ka nevojë për asnjë lloj gjoje. Tani besoj 30 CD me këtë interior s'keni pa ndonjëherë, shiza e bukur është, ka këto sedile 2 ton me 2 ngjyra të zeza dhe me këtë kafe si portokalli, këtë rrymesën e drunit shumë bukur. Audion e ka Harman Kardon, sedilet i ka versionin më full të mundshëm, këto comfort seats me përthyrje edhe me memorie, timonin më sport plus minusat për shiftera në timon, edhe me ngroje, është me start stop normalisht, cross-coding 3D, edhe kjo ka qenë opsionale, nuk e kanë shumë të 3D cluster, head-up display me qepje dhe pjesën lartë, mrena ka edhe këto kristalit modelit të ri, 500 euro ka bo vetëm kjo koka e marshit, kjo është në këto të kristalit që i lexon mrena, kamera 360 gradë, këto kontrollerat e iDrive-it, auto holdi, hill descent controlli, sensor të parkimit, këto comfort sport, sport plus që ndryshon edhe ekrani, kjo është me këtë 3D gauge, 278 km, është me balxho lart, sa të bukur ka sedile, të versionin comfort seats që përthejnë këtu, me ngroje, klimën me 2 zonat, edhe këto iDrive-i, këtë rrymesën shumë të pastër, edhe këtu mrapa shumë e pastër, është me televizora mrapa, klimën me 2 zona, sedile me ngroje dhe mrapa, keven para, keven lartë, edhe pse është kupe me 4 dyrë kështu, edhe pse është SUV kupe, ka dhe këto perdet mrapa, është perfekt, si mund nga si lloj gjoje, shumë e bukur. Çmimi për këtë BMW X6 për 2016, 3000 naft me luk komplet X6 M, është 21.000 euro. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë, ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.